Luftëtari flirton me pikët në transfertën përballë Kukësit, vendosin në presion verilindorët dhe janë të pafat teksa shpërdorojnë një 11 metrësh. Kukësi vuan shumë për të marrë fitoren kundër gjirokastritëve, jo vetëm që e kishin shumë të vështirë të gjenin hapësira në prapavijën e jugorëve, por ishin gjithnjë nën presion nga kundërsulmet e shpejta. Trajneri Gjoka merr frymëlirisht, shijon këto 3 pikësh, por mbi të gjitha skuadra e tij vazhdon të jetë i vetmi ekip që nuk njeh humbje. Pas një pjese të parë të mbyllur me rrjeta të paprekura, fatet e këtij takimi u vendosën në harkun kohor të 2 minutave. Fillimisht ishte luftëtari që gaboi me Ramadanin nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 61. Portieri Koliqi i kuptoi krahun duke mbajtur Kukësin në lojë. Një minutë më pas, Izair Menini përfiton nga një rrëmuj në zonë, duke shënuar golin e fitores për Kukësin, një 3 pikësh që i pozicionon në vendin e dytë. Gjirokastritët mund t'i kënaqen vetëm lojës së mirë të zhvilluar teksa dalin duar bosh nga kjo transfer. Ndërkohë java e 9 e kategorisë superiore vijon ditën e diel me sfidat Flamurtari Korabi, Teuta Laçi, Tirana Vllaznia dhe Partizani Skënderbeu.